Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Gjatë marrëdhënies kuptova që partneri im ishte gej. Nuk e kam treguar kurrë këtë histori. Është një nga ato që të dredh shpirtin dhe të bën të vësh në dyshim gjithçka. Unë quhem Erisa, jam 25 vjeçe dhe kjo është e vërteta ime, e dhimbshme por reale. Me partnerin tim Klevisin ishim bashkë që prej një viti. Të gjithë mendonin se ne ishim çifti perfekt, ai i sjellshëm, i kujdesshëm, gjithmonë i rregullt, pak më i mbyllur se zakonisht, por unë e pëlqeja këtë gjë tek ai. Ndonjëherë shokët e ngacmonin. O burr, a ka gjë që nuk rregullonte vetja? Ai qeshte, unë e merrja si kompliment, por kishte diçka që më shqetësonte prej kohësh. Shpeshherë shmangte intimitetin. Merrej gjatë me përgatitje, kurrë nuk ishte spontan dhe sikur kishte frikë nga afërsia dhe intimiteti i vërtet. Unë i justifikoja duke thënë se ka stres pune, lodhje, humor, por e vërteta ishte shumë më pranë se sa e mendoja. Ishte një mbrëmje zakonshme, u përqafuam dhe u afruam, por diçka ishte ndryshe. Ai duke i hutuar, i shpërqendruar sikur mendja e tij ishte diku tjetër. Sa më shumë afroheshim, aq më shumë distancohej brenda vetes. Dhe kur më pa në sy, pash një lloj frike, jo ndaj meje, por ndaj vetes. Shkoi në dritare, mori frymë thellë disa herë sikur po luftonte me diçka që i prishte shpirtin. U kthyem tek njëri tjetri, por në moment e ndjeva qartë. Nuk ishte prezent aty me mua. Nuk ishte emocionalisht i lidhur, sikur po bënte një detyrë. Dhe pikërisht gjatë atyre sekondave kur e humbi kontrollin e vetes për pak çaste, ai nxori një emër mashkulli. E tha me syt mbyllur, ashtu si dikush që po lufton me veten dhe e tradhton gjuha. Zemra më ngri, u tërojsh me njëherë, u zbardh në fytyrë. E thash pa dashje, më fal, të lutem mos më keq kupton. Por gjithçka u sqarua në atë moment. Nuk kisha më dyshime, nuk kishte më justifikime dhe nuk kishte më lodhje. Ai po luftonte me diçka më të madhe se unë. Pas disa minuta sheshtje të rënd, u ulëm të dy në skaj të shtratit. Ai mbante kokën mes duarve dhe frymarrja i dridhej. Unë i thash vetëm kaq. A e do atë? Ai mu lut me sy. Nuk e di, nuk e pranoj dot. Po mundohem. Jam rritur ndryshe, njerëzit do më vrasin. Nëse dua të lëndoj dikë, më shumë po lëndoj veten. Në atë moment për herë të parë ndjeva mëshirë dhe trishtim. Jo zemërim. Ishte duke luftuar me identitetin e tij dhe jo me mua. E pranoj më në fund. Nuk jam ai që kam pretenduar se jam. Nuk di si t'i them familjes, miqve, vetes, por po Erisa, unë jam i tërhequr nga meshkujt. Sytë e tij u mbushën me lot frike dhe jo lot çlirimi. Unë nuk qava fare, nuk bërtita, nuk u shkatrova. Papritur kuptova gjithçka. Kuptova pse nuk fliste për vajzat e kaluara, pse ishte i ftohtë në shumë momente, pse kërkonte perfeksion, pse ndjej i zhytur në mendime, pse marrëdhënia intime nuk e bënte të ndjej i gjallë. Ai nuk ishte i çuditshëm, ai thjesht nuk ishte i imi. Dhe vendimi erdhi i qartë, ne nuk mund të vazhdonim më bashk. E përqafova fort dhe i thash, unë nuk kam pse të urrej, ti nuk e bër mëkat. Me mua ke qenë i sinqert. Me veten tënde, do jesh ngadalë. Vetëm mos u vrit brenda vetes. Ai qau në krahët e mi si një njeri që më në fund u dorëzua para së vërtetës së vet. Tashmë nuk jemi më bashk, por jemi njerëz që dikur u deshën në mënyrën e vet të gabuar. Ai po gjen veten, ndërsa unë po shërohem. Dhe e vetmja gjë që mësova nga kjo është, ndonjëherë nuk ka faj askush. Ka thjesht të vërteta që nuk i përkasin njëri tjetrit.